Sepse të gjithë të njohurit më thonë kur të shesësh apartamentin më trego mua të parit. Kjo ishte pyetja që na bën një emigrant shqiptar i cili ka një apartament në Tiranë. Ka kohë që mendon shitjen e apartamentit, por çdo kush që ai njeh, qeraxhiu, komshiu, kushëriri, dyqanxhiu poshtë pallatit i thot kur të vendosësh shitjen e apartamentit më trego mua të parit. Të gjithë këta persona duan ta blenë apartamentin lirë, pra është evidente që nëse emigranti e shet apartamentin e vet tek një njohur do ta shesi më lirë dhe nga përvoja jonë e shet 10-15 karase dhe 20.000 euro më lirë se sa është çmimi i tregut. Por emigranti në fjalë u tregua i zgjuar kontaktoi me ne për të marrë një vlerësim real të pronës vet. Sa është vlera në treg? Më pas ai e ka dorë t'ia shesi një të njohuri apo ta nxjerrë në treg dhe të marrë vlerën reale nga prona e vet. Kështu që edhe ti si emigrant shqiptar, nëse të ka ardhur momenti për të shitur apartamentin tënd në Tiranë sepse do të bësh një investim atje ku jeton, merr një vlerësim falas fillimisht për pronën tënde dhe më pas merr vendimin e dur. Mund ta shesësh vet ose mund ta shesësh me ndihmën tonë dhe ne të ndihmojmë të bësh rivlerësimin, të bëjmë gati gjithë dokumentacionin që ti të vish si zotëri vetëm një herë në Tiranë për të firmosur dhe për të marrë lekët e tua. Presim telefonatën tënde.